Përshëndetje. Tani do të zgjidhim një ushtrim si të zgjidhim sistemet e ekuacioneve. Marrim rastin A. Rasti A është minus 2x plus y barazi me 7. 3x minus 4y barazi me minus 13. Do i zgjidhim nëpërmjet metodës së zëvendësimit. Shohim kë mund të zëvendësojmë më shpejt. Dhe shohim që në ekuacionin e parë, minus 2x plus y barazi me 7, y del direkte, y baraz me 7 plus 2x. Tjetrin e lëm siç është. Kjo është ekuivalente me y barazi me 7 plus 2x dhe 3x minus 4y barazi me minus 13. Atje ku kemi te ekuacioni i dytë, atje ku kemi y, do zëvendësojmë atë që kemi gjetur 7 plus 2x-in. Dhe kemi 3x minus 4y barazi me minus 13. 3x minus 4 që shumëzon në klapa 7 plus 2x. Pra, kemi zëvendësuar y-in tek ekuacioni i dytë për të gjetur x-in. Dhe kështu, pasi kryejm veprimet, gjejmë që x-i barazi me minus 3. Vazhdojmë. Zëvendësojmë ekuacionin e dytë tek i pari për të gjetur y-in dhe kemi y barazi me 7 plus 2x. Y barazi me 7 plus 2 që shumëzon minus 3 që ishte x-i. Y barazi me 7 minus 6, y do na dali 1. Prova. Për të parë ne i kemi gjetur sakt x-in dhe y-in, pra a kemi gjetur zgjidhjen e saktë të sistemit të ekuacioneve të dhënë. Bëjmë provën. Marrim ekuacionin e parë, minus 2x plus y barazi me 7. Ku kemi x, zëvendësojmë x-in minus 3, ku kemi y, zëvendësojmë y-in 1, më falni. Dhe kemi minus 2 që shumëzon minus 3 plus 1 barazi me 7. 6 plus 1 barazi me 7, 7 barazi me 7. Kjo është e saktë. Vazhdojmë me tjetrën. 3x minus 4y barazi me minus 13. 3 që shumëzon minus 3, minus 4 që shumëzon 1 barazi me minus 13. Minus 9 minus 4 barazi me minus 13. Minus 13 barazi me minus 13. Shohim që x dhe y që gjetëm i vërtetojnë të dy ekuacionet e sistemit tonë. Pra kjo është zgjidhja e sistemit tonë. X barazi me minus 3 dhe y barazi me 1. Mirupafshim.